Alba Story prezanton. Përshëndetje të gjithëve. Jam një djalë 29 vjeç dhe dua të ndaj një ngjarje me ju. Jetoj në një fshat që tani ka mbetur thuajse i shkret. Ka nikur të gjithë, kështu që aty kanë mbetur vetëm 2 shtëpi të banueshme. Në njërin jetoj unë me familjen time dhe në tjetrën jeton komshiu ynë. Për shkak se jemi vetëm ne, e kemi kaluar gjithmonë der me der për çdo hall që kemi pasur. Komshiun e kam thirrur gjithmonë Xhaxha, e vajzën e tij e kam patur si vajzë të Xhaxhait. Nuk kemi asnjë lidhje fare fisnore me ta, e thjesht na ka mbetur kjo fjalë nga afërsia e madhe që kemi pasur me njëri tjetrin si komshim të vetëm në atë vend të harruar. Unë pasi mbarova gjimnazin, nuk shkova në universitet. Vendosa të rija në fshat e të merresha me bagetit, pasi kishim një tuftë të madhe dhe dikush duhet të kujdesej për to. Po thuaj se çdo mëngjes, e sidomos në pranverë dhe në verë, i merrja dhe dilja me to në mal për t'i kullotur. Vajza e Xhaxhait është rreth 40 vjeçe. Ajo është një grua e pjekur, por akoma nuk është martuar. Duke qenë se në fshat nuk kishte komshinj të tjerë, nuk kishte as rini, as kafene e as gjë tjetër, ne rrinim shumë bashk. Ajo nuk kishte me çfarë të kalonte kohën, kështu që gjenim shoqërinë e njëri tjetrit për ditë. Sa herë që rrinim bashk, t'ju them të drejten, mjaft shumë e ngasmoja. E ngasmoja vazhdimisht për faktin që akoma ishte beqare. Moj, i thoja unë. Thuaj shte duash, por ke mbetur në derë, s'po të marr njeri. Ajo nuk mërzitej, sepse ajo e dinte shumë mirë se sa e bukur ishte, çfarë formash që kishte, e me fytyrë të bukur, e me ato kaçurrelat e saja, do bënte çdo kënd për vete. Por ishte vendimi i saj. E merrte me shaka, e po ashtu ma kthente me shaka, e kështu e shtynim ditën. Shpesh herë ajo vinte me mua në mal. Ngjitej lart te kullotat bashkë me mua dhe bagetit, vetëm për të ndërruar ajër. Ajo ishte tip i qetë dhe i pëlqente të shkruante. Merrte gjithmonë një fletore me vete, ulej aty tek ndonjë hije peme dhe shkruante poezi. E unë rria pak me tutje. Ruja tufën e her pas here i flisja vetëm për ta ngasmuar apo për të bërë ndonjë muhabet. Unë flirtoja shumë, por edhe ajo. Hidhnim e prisnim fjalë. Po e gjitha ngjante si një lojë mes 2 njerëzve që s'kan çfarë të bëjnë tjetër në majët e malit. E një ditë, teksa ishim aty lart, fillova prap me këto të mijat. Të pyesi thash seriozisht tani, pse s'u martova akoma? E ajo la fletoren me njane me tha. Dikur kam pasur oferta shumë të mira, por doja të zgjidhja shumë, e bëra gabim që i refuzova. Ndërsa tani me vin oferta vetëm nga burrat e vjetër, e burrat e ndarë, e që nuk me pëlqejnë fare. E unë ja ktheva me një herë, po ja ku a ke një ofertë nga një djalë i ri. Çfarë i gjen ndonjë temet, i thashon, e kisha fjalën për vete. Ajo qeshi dhe refuzoi fjalën time aty për aty. Po të ishi moshatar, do të merrja me të dyja duart, me tha ajo.
por ti je 10 vite me i ri se unë, dhe nuk do na eci bashk, edhe po ta provonim. E çfarë pastaj, i thashon, le ta provojmë, derisa t'na eci. Rrim bashk dhe s'po i tregojmë kujt. Ne ashtu, kështu, gjithë kohën, jemi me njëri tjetrin. Pse të rrim, i thashon. Ajo nuk tha gjë atë ditë. E mbyllën bisedën e ajo vazhdoi të shkruante poezitë e saj, por muhabeti kishte mbetur aty. Kaluan disa ditë dhe ne dolëm prap në mal, ashtu siç e kishim zakon. E teksa po rrimnim aty, u ofrova pranë saj dhe e pyeta për ofertën që i kisha bërë herën e kaluar. Doja ta dija nëse kishte marrë seriozisht apo jo. Nuk është se nuk e kam menduar, por nuk e di çfarë të them, me tha ajo. Eja shkojmë diku atëherë, i thashon. Jo, ma ktheu ajo. Nuk vi pa me treguar se ku do shkojmë. Eja, i thash, eja shkojmë tek shpella me dritare. Ishte një shpellë pak me lart në mal, e cila kishte një tërçar natyrale nga sipër, nga ku futej drita, e unë e dija mirë atë vend, sepse rria shpesh aty kur binte shi. Po si jo, me tha jo, unë e di shumë mirë përse do me qosh atje. Por mua me ishte tekur që të shkonim atje dhe nuk e lëshoja. I fola prap, kë më ngula disa herë, e ajo, për të mos e zgjatur më shumë, më tha. Mirë, tha, eja shkojmë. E lam tufen aty, e filluam të ngjiteshim ngadalë drejt shpellës. Shpella ishte shumë e freskët, e qetë dhe drita që hynte nga lart e bënte vendin shumë interesant, ndërsa brenda nuk dëgjohej asgjë, e ne të dy u ulëm tek një gur i rrafshët që ndodhet aty brenda. Kur ajo u fut brenda, nuk i dilte asnjë fjalë nga goja. E unë ktheva kokën nga ajo, edhe ajo po me shikonte mua. E në atë moment, teksa po shikoheshim sy me sy, e asnjëri s'kishte guxim të bënte asgjë, unë u lëshova drejt saj dhe e putha, duke menduar që ajo doja mbathte me të katërtat. Por ajo nuk bëri asnjë përpjekje për të ikur. E ndërkohë që unë e putha për herën e dytë, ajo filloi të më lëdhatonte, duke e pranuar plotësisht atë moment. E putha edhe disa herë të tjera. E pas disa puthjesh, ajo tha, mendoj që për sot është mjaft. Do kisha dashur që të iki tani. Dhe unë ngrit nga i gur, e filloi të ikte nga hyrja e shpellës. Nuk ka, i thash, asnjë kuptim që të ikesh tani. Ti si të duash, është zgjedhja jote, por mendoj edhe një herë. Nuk di, tha, më se çfarë të mendoj. Truri më është bërë lemsh. S'ke, i thash, çfarë mendon. Por nëse do të ikesh, atëherë mund të shkosh. Por nëse do vërtet të qëndrosh, përse të shkosh kundër dëshirave të tua? Ndërsa jo, ndaloj hapin. Pa më thënë asgjë më tepër, pa më thënë që dua të rri, ajo i ktheu hapat e më erdhi pranë përsëri tek ai guri, e unë fillova përsëri që ta puthja kësaj radhe. Fillova ta puthja tek fyti. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.